Ma shqyqyrë më bu se t'qesh I buza më bu se kishe 4 në lesa që ishe vëran më bu. Shqyqyrë. Kisha stresun demek që apo del në finale Rezon apo ja? Është si fiksë Rezona, I ke pas tyrën 4 në përjet, si që ishte Rezona, a pe gëzimi që pas Rezona. A pe çfarë gëzimi. Pra të regohet e pas siguri. Unë si... Unë apo flasim ti. Qas ju shkon në mend ju humsave për me u justifiku. Qas ju shkon në mend ma? Anin qa fleti. Gjithat pas siguri e shprej e madhe kur fitoj, bani sigur ka fitu Big Brother. Për mendimin tem. Mane e dyta këtë Big Brother dështum, sigurisht që finalisti I parë duhet jetë Rozana. Pa diskutim. Thash, qas ju shkon në mend ju humsave për mu justifiku? Në këtë Big Brother marë dështum që me zi për sheftile unë, nuk ka gjë më të bukur se me kanë finalisti apo Rozana. Pra që edhe kur ta fitojnë, thosh normal që Rozana duhet me fitu një Big Brother dështum thuti. Por ne kena një publik që voton sakt dhe sot e gjeti dhe bravo, jemi zjerma për votimin. S'ka gjetë në I filozofi më por është e ditën. Thjesht ti nuk I beson syve. Unë flas ftoft si diplomat. Bravo publiku se votoj sakt që Rozana del. Se më do e ke marrë personale me Rozana. Se e ke marrë personale me Rozana. Unë Mario kam edhe një pyetje që nuk e kuptova. Fati kësaj vajzës. Nuk ka mundësi me kanë më finaliste? Ja, me u televotu për finalist. Po pra, si do dalin finalen? Me televotim pra? Ja. Si e kuptova ti? Se kuptova? Dhe më thonë, do të ketë prap televotime për kush është finalisti I dytë. Po. Dhe kush është finalisti I tretë. Po pra. Në këto 2 televotime, kush është I dyti, kush është I treti, Gerta te I dyti e te I treti, po te I katërt do jesh. Nuk mundesh me kenë më në televotim si finalist I radhës. Si finalist I radhës. Për I radhësa, okay, por mundesh me met në garë dhe vendos publiku deri në fund. Pra ajo nuk mundet me dal të martën si finaliste. Duhet me shku deri në finale me televotim, inshallah nuk eliminohet, si me thënë, a kupton? Okej. Se ja bani sikur ti shihet kjo kur bëhet televotim për finaliste. Televotime për finalistët e radhës, ti nuk ke drejt me kanë më pjesë. Për finalistët e radhës, për këtë fund, për dytin pra, apo edhe për dytin për shembull. Po ta thotë pra për të radhës. Po edhe për tretin, apo edhe për të katërtin nëse janë 5, Gerta do të dalin, do të marrin vesh të fundit nëse është finaliste. Dakor. Atëherë dakor. Pra meta ajo e fundit që kush do jetë finalisti I fundit për shembull. Po, kush do të jenë finalistat dhe kush jo. Kush do dalin nga shtëpia. Nëse unë analizat e me bana pyetjet për ty që e kisha, jo për ty, po për sqarimin se unë nuk po e kapsha mirë si ishte, tash ti e ke fjalën me fol me myll këtë emision me Rozanën fal. Se, për me fliq demek. Me ba, ma lek që demek mëllë ti për Rozanën. Je vetmi që I kem shtetë Rozanën nga filmin dhe në fund mërë, ka dalë finaliste e parë, fol. O janë, po unë I kam sytë në balë, ti veshti lufta I bjen murit me kry. Jo, pra veç na pa edhe të banorët. Ma shumë votoshin Gertën se sa. Po, pra ne janë jashtë tanë ata, se janë dru me pre. Banorët janë jashtë ata. Banorët e shohin më mirë situatën në shtëpi me një si Rozana. Po, ma atje kanë po, jo vetëm banorët të fillon komente. Me si presin një thirr me dalë televizor. Jo vetëm banorët, që ku janë 2 vjet që kanë mendime të ndryshme për një lojë të tillë. Po, atëherë ke paska unë nuk e di fort vetin që jam mbi mesataren me inteligjencë, po kam mbi mesataren I bjen. Mario, unë kam shpreh dëshirë për me dal Gerta, po nuk kam thënë del Gerta finaliste por. Që ti na fair, ti na korrekt. Unë kam thënë del Rozana. Po, është kush do ti edhe kush dëshiron ti edhe kush del tamam. I në rum janë. Gerta ka bën një performancë të shkëlqyeshme në kategorinë e saj. Në këtë kategoria parë. Kategoria në kategorinë nuk e përbuza, Ka fillu biku, po kanë më hangër sa ne po bëjmë analizën e bëjmë me myllë se ato veç bukën kanë mështru. Pra, në kategorinë e saj, Gerta ka bën një performancë të shkëlqyer gjatë gjithë sezonit. Ka bën një lojtar, një faktor kyç në shtëpi pa diskutim.
Por, ka 1 milion arsye sepse ti ec përpara ose krijon reputacion gjatë sezonit Big Brotherit. Okej. Dhe Gerta, përveç atyne që nuk i ka pas qysh fillim, por i adosht me i punu për me i fitu, Gerta ka pas herë mas herët edhe defekte. Përveç lojës mirë, po nuk u pranun të dyja me u pa që ka pas edhe defekte, por edhe lojën e mirë, nuk jena të ba një këndvështrim të real, dhe më thonë. Unë mendoj që Gerta i ka ba tanë ato, i ka lviz tanë ato gurë si që duhet me strategji, si që ka hy me plan me ba diçka për sezonin Big Brotherit, dhe duke i lviz sigurisht edhe ndonjëherë ka gabu. Jo se s'ka gabu Rozana. Edhe Rozana ka gabu. Qyshte e para që i ka thënë ika unë të shidola për kësaj shtëpie dhe nuk e ka thënë një herë, ka thënë 5 herë. Etj. Por Gerta ka pas 2-3 momente të daljes nga vetja kashi tjerve dhe kashi etikës saj, se si hiqe, si sillet ajo ditë për ditë dhe si ka shkit 2-3 herë. Pra nuk e pret prej saj nuk e pritse. Dhe kur e bën një herë edhe 2 edhe 3, ti mendon që është pra një që ka limitin. Sa do përpiqet me kanë përshëndet. Që qa interesant ky koment, Mario. Tani do fillojnë thot tabullizojnë Gertën, edhe kanë me ngejt lojën. Aq po strategji dhe është kjo. Qa që nollë, mërë? Qa nuk nollë? Edhe justifikimin me Rozanën e kanë që ty, kur të nëzorë me në finalet, i e lëshove lojën. Po, sigurisht, mërë, qa nuk nollë? Ashtë edhe i të diçka është një situatë që jam të llonë Rozanës, një duket se jam të llonë për me xher finalistin e dytë diçka, po nesër nëna të fol për këtë do ta mbyllim, do ta komentojmë nesër këtë. Qofse ka nevojë për me e komentu. Rozana zgjedh për finalistin e dytë po shkruajnë. A shef? Por gjithsesi unë për veten kam pajisur. Ama për komentet e banorëve është që pse ta fitoi Rozana më? Është hahet i nad aty. Ti mos thuj pse ta fitoi Rozana se kam i nad me fitu Rozana. Thuj a duhet me kalu Rozana apo duhet me kalu Gerta është pyetja në finale. Po. Pra, një panel plot me banor kanë kenë në mendsinë poshtë mesatares që thonë unë mendoj që Gerta, unë do të kisha dëshirë që të kalojnë Gerta, unë do të mendoj se Gerta përgjigjet kanë kenë 90% të banorëve aty. Në 10, 9 kanë thënë Gerta dhe veç Livia ka thënë Rozana. Okej. Pra praktikisht ka një problem qysh në piknisje. Ato në vend që të luajnë Big Brotherin, han inate personale. Këto janë dy gjëra të ndryshme. Nëse dën me hangër inate personale, del në rrugë edhe shkullën i floksh. Nëse dën me shku me fitu i 100.000 euro të luajt Big Brother atje, tregoje që ki hi me mend kry, të paktën edhe në panel mas fikoj dal. Se edhe Alde kur del, unë mendoj mes Gertës, do të kisha dëshirë mes Gertës edhe Danjes. Kjo është një hipokrizi ekstreme, pra, po i hakrem Rozanës për në një arsye që unë se dijes pse. Pa aja man me diska dhe po du me alut ishte. Pra, kur shkon në një garë për me fitu i 100.000 euro edhe fam, pra, totalisht për interes, nuk mundesh me usjall si i trash, edhe me thanë, unë me nëjë që kështu. Jo përse s'fiton gjë, tregojet pak të në vetin që ke hi me mend kry me fitu një të garën, për interes, këtë kisha me komentuar, pa me komentu që doli Rozana finaliste e parë, unë kam thënë pak a shumë me datë 21 dhjetor, kur kena bërë live-in e parë para se me nis Big Brotherit. Çka ka zgjell Rozi të çfarë thonë tu, ka zgjell ke? Unë më ashtu koment, për çka ka thënë? Ekti dhe Laerti të zgjellit e Rozit. Egli dhe Laerti. Pra thashën të martën Egli se njani prej tyne ta bodel me siguri. O njani në finale tjetri jashtë. Falë, jo më njani jashtë? Po, njani në finale tjetri jashtë apo shkojnë këto? Finalisti i dytë. Falë të shqip. Zgjell mirë Laerti pa diskutim, zgjell Egdin. Se nuk zgjolle Jozin. Se njani prej tyne duhet dalin jashtë, kam përshtypjen. Njani shkon finale, tjetri del jashtë. Qofse është ashtu, Mario, një lojtar e fortë gjatë Laertin dhe Gjestit. Po rregull jeti më Rozana është lojtar e dobët. Po ti po bëne si kur e mbrojtje pra, se ka bënde me këmen zjarë jashtë. Jo, pra, jo, unë komentova Rozana, unë jam tonë kohën të ju komentu ju. Ju
ekspertat e lojtarëve të fortë. Pas gjell, Laertin dhe I keni Ekli. të tonë jashtë. Ekspertat e lojtarëve të fortë ju, paneli, këtë kori me 3 zëra, jeni jashtë. Do ta diskutojmë herën tjetër sepse pa e pa mirë na se çka ka kanë, po Laert veç me pa Laert Egli as konvenon në asnjë lloj mënyre, sikur një një medal vjen poshtë sepse duhet gjesti me Laertin. Unë mendoj që ajo nëse ka nxjerr me variantin që njëri shkon në finale, tjetri del jashtë, e ka nxjerr, e ka përcjell shoqën. I këtë lojtari do t'i, shqyqër se s'ke hi këtë, shqyqër se s'ke hi këtë. Unë jam këtë lojtari do. Këtë Big Brother do, shqyqër se s'ke hi, se me i kash do, dhe prapë s'ke kishe fitu, me i kash do. Po, me mend tuja, ashe ku i ke? Ato renditjet e tuja. I ke jashtë tanë. Cilet janë mendë mija marrë? Qa kam thënë që nuk del? Se s'po të marrë vesh? Ti ke gjertën më. A shije e me mënyrën e lojës, por se t'ju kam thënë kush fiton. Për çka kena hi këtu? Për shije kena hi këtu. Jo, kena thënë me letër lak me hun, kush me hun pra, me hun, ku e ke hun? Jo me shije tona. Hunën. Jo me shije tona. Shije tona i kena tregu se kush m'pëlqen më shumë, po kush del e kush fiton e kështu janë dokumenta Mario. Për që i kena halë në YouTube më janë se ti gjithmonë thuja s'kam Bravo, bravo. Gjithmonë, ishtu ke thënë. Që një lojtar i fort, djerë dy të fort për me Hegjanin, me të finale sa më thjesht. Qose ti mendon si ka dosh me për... A dini të dashur shikus deri ku ka rrit Joni në këto ngritje që kena unë e Joni, dhe më thënë, ka shiktyne kompeticione. Në botnor, në botnorin e fundit dhe, se unë jam me Hollandën, Joni është me Gjermanin. Ka kënë, mami, me thënë, qysh kur vunin atë rrypin me ngjyra nuk është bes. Quti e mërë bes. Dhe, kur në prag botnorit, bëjmë një kalendar parashikimesh kush po zjarë në 16 që në teqe, më thash. I nëzorën tonë, ma dhe të diskutu skemat e një tjetrit, Joni më thotë, ore, që asë banë vaki, ka marrë futbolit, e fiton edhe Katari. Vetëm Hollanda nuk e fitote për Jonin. Pra, Joni i përdorit tonë 31 ekipet e tjera, e vetëm Hollandën tha, pra, po të fitosha unë botnorin me Hollandën, si mas parashikimit tem, do të dasha kampion një herë, ama Joni i kishte përmend kampion të tanë tjerë, pra, ishtu banë edhe Big Brotheri. Pas kanë shu pa dur, pas kanë pru DJ Voice, pas kanë shu pa dur, do argju lek shumë. Punën të Albania Radio e më duket. Me roket, pra, atuar me roket. Marja, ra myllim të shi se s'kena që me thanë ma besoj. Natën e mirë, nesër takona për top 5 ranking, që besoj janë duket top 5 i nesër më duhet me kanë i fundit. Sepse në fund nuk kena si me bot top 5 nga 6 më të mirë. Si sot e more përgjigjen që përdushojnë se a jep kur fitore dhe poshturin. Duhet me pa, nuk Faleminderit që na futin konfuzione shumë, por do ta sharoj, do t'i shoh videot me kujdes se do prononcona nesër. Kaloshi mirë Gjerma. Qa është mas hanës? Natën e mirë për ne 2 malsorve. Natën. Gjerma. Shifnat Martin. A, mëllëm. Si i thënë sirtarit, atë e ka ju jenë. Sirtar. Natën. Natën.